Në dosjen për vrasjen e Edmir Bregut, SPAK ka zbuluar dhe falsifikimin e dokumentave për të përfituar në mënyrë të paligjshme 254.300 m2 në zonën bregdetare të ndara në 11 pasuri. Si organizator për këtë veprimtari, SPAK ka kontaktuar Aleksandër Lahon, i njohur si Rumi i Shijakut. Sipërfaqet e marra me dokumente të falsifikuara janë zbuluar se shtriheshin në Lalës, Shetaj, Bizë dhe Kërtushaj. Gjatë verifikimit në kadastër, u rezultua se fletët e regjistrave janë zëvendësuar, ku nga pyll dhe pafrut janë vendosur me zërin kadastralar. Mëtej me dokumente të falsifikuara përmes aktit të marrjes së tokës në përdorim, regjistroheshin në emër të banorëve të këtyre fshatrave. Gjatë hetimit rezultoi se në pjesën më të madhe përfituesit nuk kishin dijeni. Mëtej, skema avionte me shitjen e pasurive të personave të tjerë apo kompani që investonin në zonën bregdetare të Gjirit të Lalëzit dhe Shetaj, të njohura si Rëra e Bardh dhe Kepi i Rodonit. Në pranga kanë përfunduar Vullnet Muça, vëllai i Aleksandër Lahos, i njohur si Rumi i Shijakut, Vlash Draçi dhe Enea Kume, vëllai i deputetit Luer Kume, ndërsa Astrit Avdylajt, masa ju komunikua në qelin e burgut. Laho është një emër i njohur për drejtsinë shqiptare. Ai ishte në makinën e ish prokurorit Arjan Doi kur u bë atentat në urën e Shkozetit, ndërsa apeli i GKK-o e ka dënuar më herët me 3 vite burg, lidhur me tjetërsimin e 45.000 m2 tokë në Gjirin e Lalëzit, ku u gjet fajtor për veprën penale, korrupsion aktiv ndaj personave që ushtrojnë funksione publike, ndërsa rezultoni i shpallur në kërkim nga policia e Durrësit, si i dyshuar në pengmarrjen e 2 vëllezërve Beqiraj, të cilat dyshohet se janë përfshirë në një sër ngjarjesh kriminale. Një tjetër personazh i njohur për drejtsinë është edhe Astrit Avdylaj, i arrestuar me dosjen Revanshi, ku akuzohet për sigurim të kushteve për të kryer vrasje dhe grup kriminal.